Po mbërritëm në Rehove, në fshatin më turistik që ka Kolonja. Çfarë të veçanta ka fshati Rehove? Ka shumë, shiko. Në kam unë një akuzë nga gjithë banorët e Kolonjës, më thonë që ti vetëm Rehova të rigoja. Rehova është e jashtëzakonshme në fakt, veçantia e saj buron në mënyrën se si ky fshat ka këtë formë që ka sot, kur në vitet 1900 burrat e Rehovës në masë emigruan në Amerikë, atje themeluan një shoqëri, shoqat mund ta themi me këtë që mund të përdorin termat e sotëm, me emrin Rehova. Dhe punonin dhe vendosin një taks, po themi, kontribut që ata mblidhin lekët dhe një në vit i dërgonin për të bërë punët publike të fshatit. Dhe Rehova qysh për viteve 1900-1920, pra në këto vite, ishte fshat që kishte kaldrëmet, ujin e pishëm, kanalizimet, portat. Kjo ka qenë veçantia e saj që ndërgjegja e punës publike ka qenë aq e fortë, sepse e ndërtuan me punën e tyre dhe ne dim shumë që në ato vite puna në Amerikë ka qenë ajo që ka qenë. Edhe kjo është një veçanti e jashtëzakonshme e fshatit.